Një pemë adhurohej përveç Zotit të gjithësisë. Një njeri besimtar mendon dhe thot kjo pemë adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Mëkati më i madh pra që mund bëj njeriu me bo Zotit të gjithësisë shirk, me adhuru dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Dhe vendos thot do të shkoj ta pres për hir të madhit Zot. Niset gjatë rrugës i del iblisi në formën e një njeriu. I thot për ku? Thot jam nis ta pres atë pemë, sepse ajo adhurohet përveç Allahut të lartësuar. I thot, po përderisa ti nuk e adhuron, ç'pun keti se ç'bëjnë të tjerët? Tha jo, nuk dua që njerëzit pra të adhurojnë dikë tjetër përveç Zotit të gjithësisë. Do të shkoj ta pres. Sa nuk kam për të leju. Filluan të kapen me njëri tjetrin, por ky burr e shmang, e largon, e mund dhe niset. Atëherë i thot ai, shiko, ne mund bim dakord në një formë tjetër. Ç'mendon? Sikur çdo ditë që të zgjohesh në mëngjes, ti gjesh 2 dinar poshtë jashtëkut tënd. Dhe mos shko ta presësh pemën. Tha, po kush ma siguron? Tha unë. Kthehet. Të nesërmen, gdhin në mëngjes, i gjen 2 dinarët. Ditën pas saj, zgjohet, dinarët hiq. Atëherë, çohet i inatosur dhe niset edhe një herë për të shku për ta pre pemën. Përsëri i del iblisi në rrugë. I thot për ku? Thot, do të shkoj ta pres atë pemë. Tha jo. Atëherë kapen përsëri, por këtë herë e mund iblisi gati sa nuk e mbyt. Dhe më pas e lëshon dhe i thot, i tregon se kush ishte në të vërtetë. Tha, herën e parë, ti e kishe marrë atë rrugë për hir të Allahut të lartësuar dhe nuk kisha mundësi me të bë ballë, me të bë prit. Ndërsa këtë herë nuk e ke marrë për Zotin e gjithësisë. Nuk je mërzit për Allahun e lartësuar, por je mërzit për 2 dinarët. Patjetër që kjo ngjarje ka mësime të shumta. Por mësimi kryesor që besimtari nxjerr prej kësaj ngjarje është që çdo gjë me e bë për Allahun e lartësuar. Me e bë për hir të Zotit të gjithësisë. Nëse do që ajo punë e mirë të pranohet tek Allahu i lartësuar, nevojitet sinqeriteti. Innamal a'malu binniyat, thot profeti alayhis salam. Punët janë sipas niyetit. Kështu që e merr shpërblimin sipas niyetit që ke. Patjetër që shirku është mëkati më i madh që mund të bëjnë njerëzit. Allahu i lartësuar nuk e fal shirkun, nëse njeriu nuk pendohet. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal, pra që ti bëhet atij ortak, ti bëhet shok Zotit të gjithësisë. Dhe patjetër, largimi prej saj, largimi prej idhujtarisë, adhurimi Allahut të lartësuar një të vetëm, është shkak dhe mundësi që me fitu njeriu xhenetin botën tjetër. Prandaj vllajim dhe motra ime, çdo punë që bën në dynja, mundohu ta bësh vetëm për Zotin e gjithësisë, nëse do të kesh ndihmën dhe suksesin e Allahut të lartësuar. Ne tashmë jemi në muajin e Ramazanit. Dhe patjetër çdo njeri prej nesh synon me bë vepra të mira të shumta. Namaz, agjerim, terapi, mundet vepra të tjera, dikush mund t'jap iftar, dikush pra i jep për çel një agjeruesi, lutje, dua, gjitha këto. Nëse duam kemi sukses, të jenë të pranuara, me i bë vetëm për Allahun e lartësuar. Allahu na boft prej të sinqertëve. Amen.